zoti kryeministër, ky është parku më i ri, në fakt një dhuratë jashtëzakonshme për fëmijët e Beradit, i cili në vetvete është shumë divers për sa i përket aktiviteteve që mund të zhvillojnë fëmijët. Ne këtu fillojmë me fushat e padëllit, që është qyteti i dytë në Shqipëri që ka 2 fusha padëll sot. Është sporti që rritet me shpejtësinë më të madhe sot në Europë. Këngullën shumë, por patjetër mbështetja e FSHS ishte jashtëzakonshme që na arritën ta bënim këtë realitet. Pastaj kemi fushë tenisi, fushë volejbolli, fushë basketbolli, kalçeto, kënd lojrash për fëmijë, me rër edhe me tapet. Në vetvete dhe duke qenë që është në zemrën e qytetit, vetvetiu ka krijuar një ndjesi të jashtëzakonshme dhe këtu ndihet çdo ditë kjo zhurmë kaq e bukur e fëmijëve dhe të rriturve që rinë dhe shpenzojnë kohën. Dhe besoj që edhe me ngrohen e motit, kjo do jetë nam. Edhe për sa i përket gjelbrimit, që është shumë i rëndësishëm me thënë drejtën, ne kemi mbyllur mbi 300 pemë brenda parkut. Këtu janë bërë për të luajtur le të themi ping-pong në ambiente të hapur, ka palestra force në natyrë, dhe ndjesia është jashtëzakonshme. Si duket? Vetëm do një mbajtje. Kemi krijuar një staf të dedikuar vetëm për parkun, që është 24 orë, vendosur sistemi kamerave. Dhe çdo gjë pastaj është e parashikuar që të... Jo, do më mbaj dhe pastrim. Po. Parku aksesohet në pothuajse në 4 cepat. menino. Po ti që nge... Po e bërë edhe këtë? E papame. Nuk duhet dorëzuar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, derisa të bëjë. Edhe gjëja që duhet bëni më mirë janë gjunjët. Se dorën e keni të mirë gjunjën, nëse nuk kombinohet lëvizja e trupit është vështirë. Grupi, papam.